Besoj që është një lajm i keq për Kosovën. Tash në 9 muaj Kosova me këto forca politike dhe me këtë besim që kanë forca politike kanë dëshmuar që nuk kanë kapacitet dhe pjekurit mjaftueshme politike për të ndërtuar marrëveshje, për të përmbushur vullnetin e qytetarëve, për të ulur bashkëbiseduar e për të dhënë vendit të institucione. Fatkeqësisht, kjo që ka ndodhur sot me shpalljen e zgjedhjeve, me shpërndarjen e parlamentit, tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti, institucionet dhe si funksionohet. Dhe shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që kështu do të përfundoj vota tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vijnë do të kërkojnë llogari për gjëzve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Sot ka qenë dashur, e tash në 9 muaj, thuaj çdo ditë ka qenë dashur me dalë me deklaru krijimin e qeverisë, ndërtimin e trupave të parlamentit, funksionimin e institucioneve. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur. Fatkeqësisht që për 9 muaj, me gjithë përpjekjet që ne kemi bërë, me gjithë angazhimin dhe dëshirën tonë që të përmbushim vullnetin e njerëzve për të pasur institucione, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja, me një vit humbur, me shumë shansa të humbura, me shumë dëme për vendin tonë, si planin nacional, ashtu dhe ndërkombëtar, si planin ekonomik, ashtu dhe politik. Dhe tani është koha, edhe është momenti të kthehemi qytetarëve të Republikës Kosovës për të vlerësuar, e të votuar. E përgjegjësia ime është që i ftoj qytetarët që të analizojnë mirë të 9 muaj çka ka ndodhur në Kosovë. Është koha për një leadership ndryshe, është koha për një leadership të pjekur, racional, një alternativë e cila e ka kapacitet të ndërtoj institucione, një alternativë e cila ul tavolin, e bashkëbisedon, e trajton temat me interes të vendit. Dhe sot do bëni përpjekje, si që u tentuat ditëve të fundit, dhe kur juve ju dalin këtu, ju flasin për buxhete, ju flasin për shanset humbura, mos harroni për gjëzit kryesor, pse Kosova sot s'ka buxhet, pse sot punëtorët e organizatave buxhetore nuk kanë rroga, faja është të atyre të cilët kanë mundur të paktën të ndërtojnë një qeveri të konsenzusit. Kjo që ka ndodhur na e dimë, vetë mandatimi i dytë ka pas një objektiv, shagimin e datës zgjedhjeve. Dhe ndash, duke qenë në këto situata ngushta hapësinore të ligjore, data më e mirë, në fakt edhe imponuar është data 21 dhjetor, po mos të zhagoj me mandatarin e dytë, kemi mund të shkojmë zgjedhje me 14-in, dhe presim që me 21 dhjetor të shpallën zgjedhjet. Janë vetëm 2 data, 21 dhe 28.